Territori i Kosovës për datën 18 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në disa zona gjatë orëve të mesditës dhe pasditës, priten rreshje të dobta lokale, shiu. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të përkohshëm të vranësirave dhe rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5 deri në 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 11 deri në 25 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 24 gradë Celsius. Skënderaj, 11 deri në 25 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 25 gradë Celsius. Prishtinë, 11 deri në 26 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 26 gradë Celsius. Malishev, 12 deri në 26 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 25 gradë Celsius. Ferizaj, 11 deri në 25 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 24 gradë Celsius. Suharek, 12 deri në 26 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 26 gradë Celsius.